punojnë dhe kolege? Na po presim më kënaq sonte, se sonte jemi pa obligime, edhe kësi dasma për neve janë fantastike, kështu që duke uruar shkendës krejt mirat e botës, nuk kemi më nalë sonte të kësy. Qyshta vjollë, se do me thënë sonte jemi ardhë veç më kënaq, edhe besoj që kemi kalu shumë mirë, sepse sonte do t'i shohim edhe do kolegë që si kemi pa ndoshta ka kohë që si kemi pa me ta, edhe besoj normal, edhe besoj që kemi me kalu shumë mirë. A më tregon që po pret me kalu e pa ndoshta atmosferën fillestare? Sipas shkendës, të cilës ja uroj dasmën edhe të trashëgohet, edhe uroj më të mirat e një dhe lumturi së pari, pres sigurisht shumë më knaq, më kon krejt happy, me abonen më të mirën në botë, e di që kam ju bo jo dasmë, po koncert kam ju bo, se krejt këngëtarët s'kan mirë shumë mikrofonin se cilin jam asnjë, kështu që me knatësi më të madhe ku marrë këtu edhe më knaq. Natyrisht që jena orë me knatësi dhe uroj shkendën më të mirat. Mbrëmja është mbrëmja sajtë, definitivisht. Shpjo duket atmosfera sonte? Po duket shumë e bukur, me këtë muzikë shumë të zbërgjedhur. Për mua ka fillu veç festa, i uroj shkendës çdo të mirë. Po sot fatmirësisht si këngëtare nuk jo mirë me to, se sot është në rolin e musafirës. Po prap njëjtë ato procedurat e përgatitjes ashtu, po vërtet e kemi bo me shumë vullet, me shumë knatësi, për faktin se jena një dorsëm mrekullueshme sot, edhe po na u duket bash interesant me qenë rolin e musafirëve gjithmonë të performu, sot pa stres, pa përgjithësi, edhe me shumë qef. Çfarë do ju uroni shkendës? Shkenda, zemra ime, përveç që është një mike, një shoqe shumë e rrallë, unë ja uroj krejt mirat e botës, edhe gjatë ditës e kom thonë një fjallë sa isha të rregullu të Selma dhe të Kaci, i thash nanës shkendës, tash edhe koha i ka marrë sot qash mirë që ashtu që ka dhe zemrën. Po më vjen te për mirë sonte që jam bashkë me agonin e këdasë. Nëjse qifti mori dhurata nga më të ndryshme. Dhurata për qitin, prej meje, një duratërkitit fort. Veç? Nuk të regohet dhurata. Të paktën është një zarf. Vitet edhe dhurata nuk të regohet. Dhurata është sekret, e jemi është sekret. Gjithmonë metet sekret dhurata, nuk është interesant kur zbulohet. Dhurata është për shkendën? Dhurata janë vetë japi janë sonte. Nuk kallzohen ato, nuk kallzohen normalisht. Dhurata të mira. Dhurata, po nuk të regohet, është shumë private. Për qafimin, për tetër ma, gjitha atë mira. Që mjafton që ajo? Ta shumë mja pranon, dhurata të ketë që. Dhuratat në besin gjithmonë zarf. Nëse që ka kaluaj e koha e dhurata me pru servisa, sen. Ta është dhurata në zarf, mas tjeshti. Me pan është në zarf? Në zarf është. Në zarf. Të hymë brenda dhe të shojmë të kësa tëftuarit po rahatoheshin se cili në vend të vetë, dikush bënte foto e dikush nuk e ka problem që vetë ta njës eventin. Jemi gati? Po. Erdi momenti shumë pritur, shkenda zgjodhi që të hyj duke i kënduar personit të zemrës, mentorit. Shikoni pa këto pamje që për të gjithë ishin mjaft emocionuese. Pjesa e vallëve dhe tupanave edhe njëherë na dëshmoi që lumne që jemi shqiptarë që i kemi këto tradita. Dasma ka filluar me zërin e ëmbël të Aurelia Gaça. Ndiqni pak sekuenca të vallëzimit të nusës më të re të estradës.